Hoxha, tani, rëmbimi duke dhe ngjashëm me rëmbimet e Stafukës dhe këtyre personazheve tjerë, por kam një pyetje tjetër për ty. Është më diletantë? Sepse ata e kanë ditur mirë që personi cilin ata po rrëmbenin, pra ata kanë njohur se ishte ortaku i tyre, e njihnin personalitetin, e dinin lidhjet e tij, e dinin mënyrën e reagimit. Pra ata e kanë bërë qetësisht fare pa vrarë mendjen. Për ta trembur. Pra, ata duket që pas një moment nuk e kanë dhënë veten të kërcënuar. Tani unë kam një pyetje tjetër për ty, po do ma shpjegosh pak për opinionin. Këto janë pamjet që të lutem, momente s'ka rëndësi. Këto janë nga zyra. Tani, e para, për të ma shpjeguar se dje diskutohet diçka, kush e ka filmuar këtë pamje? Ai ka filmuar vetë. Ka filmuar veten? Pra, është e sigur kjo se ma thamë dhe dje? E ke dokumentuar... Nuk është se ka vendosur spaku, policia në shërbim sekret. Është dokumentuar... Po për çfarë filmonte? Një minutë, ta shpjegoj. Pra, kjo është dokumentuar në vendimin të cilin po qarkullon, pra kjo është vendimi i gjykatës për masën e sigurisë, nuk është dosja. Po, nuk është 206 faqe të vendimit. Kjo është vetëm vendim mas sigurie. Pra, kur shkon 206, llogaritë do kesh një 10.000 tjetër, një 10.000 faqe madh tjetër. Këto pamje janë gjetur gjatë kontrollit që është bërë në qershor, në 19 qershor. Në qershor? Kanë shkuar aty dhe aty i kanë gjetur këto. Kanë gjetur dhe folderat, pra i ka vetëm në një moment aty... Po kanë gjetur folderat apo kanë gjetur dhe kamera? Unë shoh 20 foldera. Me sa duket, personin fjalë për t'i dokumentuar takimet, se ai nuk është budalla. Gjithë problemi është ko do bëj pyetje, kush e njeh e ke takuar ndonjëherë Gjysmën të jo? Më ka rasti se kam takuar në stadium. Çfarë personazhi? Atëherë, është ndryshe nga ajo që ne jemi mësuar. Pra, nuk është një gangster i zakonshëm. Pra, është një atipik si personazh. Është një personazh që ishte kaq influent në polici? Donë emronte, çemronte, bënte, hiqte. Sot ky njeri është vetëm 38 vjeç. Dhe ka qenë në këtë lojë në 5-6 vitet e fundit. Pra ka qenë shumë njeri ku është futur në këtë histori. Dhe ky u bë kaq i rëndësishëm për shkak të atributeve që mori. Pra ky vetë nuk ka patur as grup përpara, nuk ka qenë as në këtë një njeri me mbështetje të madhe. Pra ky ka ardhur, ose më saktë, ky është përzgjedhur për të bërë këtë rol. E kam shpjeguar, Durrësi ka sjell gjatë 2 dekadave të fundit 3 koordinatorët, që kanë qenë midis botës të mbi tokës dhe botës të nën tokës. I pari ka qenë Narkoka, e mba mend ti, që realizonte takimet e kryeministrit me kryetarin e opozitës. Pra Berisha me Ramën, Rama me Metën, Rama me Nanon. Pra ishte Narkoka, po i bënte takimet të nivelit lartë. Nanon me Metën, Metën me Ramën, Berishën jo shumë. Takimi i ngjallave ishte i fundit, po ai bëri disa takime të këtij niveli. Por Nari u kap një moment, mba mend kur u kap, kur bën ndrimi i pushteteve në 2005, u tha për histori për $10 milion cigare, se te cigaret është dhe ky prap. Durrësi ka kryesorin ka cigaret, edhe zyra. E a tabako e ka. E a dikush është. Po ku ishte kjo zyra? Në mes bllokut. Në bllok? Se kishte ndeshje sot. Po. Po kur luhet te stadiumi i Arena Kombëtare dalin reklamat, se gazetari sporti nuk i njohin. Jo, ma shpjegoj pak për publiku se ka konfuzion. Pra këto filmime i ka bërë ai vetë në zyrë. I ka bërë vetë për të dokumentuar. Dhe janë gjetur në qershor. Gjatë kontrollit që është bërë në qershor. Po ai e ka ditur që ja gjetën. Po patjetër më e ka. Po nga qershori deri tani si dilte nga i lirshëm, duke e ditë se aty bën fjalë për pazare. Domethënë, si ka mundësi që ky njeri nuk kishte asnjë shqetësim 6 muaj. Të shqetësim ka patur ai, po s'ka pas mundësi. Tani shqetësim ka patur. Ai ka dalë, unë mos gaboj, diku në prill ose në maj kam deklaruar që koordinatori që lidh botën e mbiveshme e pushtetit me botën e nënveshme është ndryshuar. Dhe po pres të arrestohet koordinatori që u larguan nga detyra, për Ergys Agasin. Ndërkohë kam qenë... Se kush është emruiri? Me klubin Dinamo, do të dëgjosh, mos e kërkon nga unë sot, se shik shpejt. Po është emrua po akoma? Po patjetër, mos është dikush që të bëjet punë. Po, edhe? Që është të vajisi ngranazhe. Është dikush që të vajisi ngranazhe. Dhe çfarë ndodh aty? Pra, e kam gjurmuar në atë kohë më tepër edhe për një fakt tjetër që nisa ta them për Mandepreve, se s'ka dalë shumë interesant. Ergys Agasi, midis të tjerave, është një projekt të famshëm të para 3 viteve, do ta mbash mend që Manchester City do blinjagzoi me Dinamo, Dinamo i vun, u bë City, ndryshuan logon, erdhën trofetë Manchester City. Ma mandi këtu, erdhi trajner Di Biagio i shpresave italisë morën me këtu. Te ky projekt ata rrasën dhe Dinamo. Dhe ky është aksioneri i Dinamos, ku luhet ndeshja në Arenën Kombëtare, del një reklam atje, EA Solution. EA Solution
është Ergys Agasi zgjidhja. Pra që robi që del zgjidhje. Partia mbi partisë ndisha me vorën, se për atë vajta e pa që ai kishin hequr, po se heq do. Tani, një pyetje. Për një minutë, se s'do ta sqaroj këtë pjesë. Pra, edhe tek futbolli, ku ai nuk e ka haberin futbollin, dhe kam pa vetëm një ndeshje në finalen e kupës me Ignatian në Elbasan. Ka qenë prezent. S'ka si lidhje fare. Vetëm se ai u bën peshqie skuadrës atje, sepse kusurët e skuadrës gjithë harxhet i mban dikush tjetër. Ai që ka skuadrën sot, që është presidenti i klubit. Por thash kur lundi Dinamo në Kupën e Evropës, çluajt në play-off Blendi. Me Jagiellonian dhe transmetoi për llogaritë UEFA-s dhe dilte EA Solution. Ishte aty gjithkohës. Ky vet me kompanitë e tij ka marrë një tender publik? Shiko, ky ka kompania e tij ka marrë? Ky ka luajtur, jo, nuk rezulton aty. Ky ka luajtur gjithmonë rolin e si them, e komisionerit. Pra, ky është njeriu që bën lidhjen, ose koordinatori, që bën lidhjen mes atij që merr tenderin dhe atij që jep tenderin, dhe ky merr komisionin. Prandaj EA Solution, kompania e tij, del me vetëm një punëtor. Ndërkohë me vetëm një punonjës, ishte ky vet. Ndërkohë, po të shikosh xhiron që ajo kalon, është e jashtëzakonshme. Dhe si e xhiron këtë? Pra, nga ai që merr tenderin, ai ja kalonte parat në llogarinë e kompanive të Ergys Agasit. Dhe ky, një minutë dhe këtë ta shpjegoj se do të kuptoj pse u bë ky kaq i rëndësishëm. Se ne duke u marrë me Gysin, po ikim thelbit. Nuk është problemi Gysi. Është ai që vendosi Gysin dhe i dha këtë pushtet Gysit. Tash Gysi nuk ishte gangster. Gysi ishte një çunak dursi, që e morën e vunë aty dhe aty pastaj u bë njeriu më i rëndësishëm. A ka punu për kokën apo jo? Po ka punu, po ka qenë i pa dukur fare në skenë. Pra u bë aty sepse ishte kontakti direkt i kryeministrit. Me kë? Me gjithë pjesën tjetër. Dhe me këta e kishe dhe të fushatat, me këta e kishe dhe të ndarja e tendra, dhe diçka tjetër. Tani këta thoshin që do rrifnin Damian Gjiknurit. Por s'u përgjigj Damianit dje. O, Blendi, nuk kanë rrafur ato, mos hyt atje, se nuk është Gysi tek këto lloj rrafjesh. Po thoshte duan të rrifnin dhe i ministër, po ishte me eskort ai. Nuk e bënin këtë punë se i zgjidhin ndryshe. Këta e kishin më kollaj ta hiqin nga ministër se sa ta rrifnin. Se rrafja krijonte zhurmë dhe këta nuk donin zhurmë. Në rastin konkret, në rastin konkret, pra të rëmbimit të Geron Meçës, se ta ka marrë 2 veta njerëz. Në kronologji, në 12 gusht ka marrë Geron Meçën, në 20 gusht ka marrë Daniel Çimën. Pra, duke që diçka po ndodhte, po prishishin ekuilibrat. Ndërkohë, kishte që nga muaj prill dhe qarkullonte në Tiranë që Gysi nuk e ka më pushtetin që kishte. Lejet e ndërtimit nuk t'i zgjidh dot më Gysi. Dhe çfarë po ndodhte? Po çfarë roli kishte ky? Ky këndonte te veshi. Ati tjetëri që jepte leje. Pra, këta zgjidhte punën. Kjo është pyetje që ka shqiptarë sot, kush është ky njeri? Lampa që e fërkonte Aladini dhe ky me njën zgjidhte gjindin. Dekejden ku ndodhet për momentin? Për mendimin tim është Shqipëri, s'ka nevojë. Është Shqipëri. Ndërkohë avokati ti sot ka deklaruar. Dhe diçka këtu mos e harroj më vonë. Ky është një personazh që i ka bërë një shërbim shumë të madh vendit me këto që ka bërë. Ai ka bërë për punën e vet. Po ai na ka treguar nga brenda se deri ku është i kapur ky sistem. Pra ai na ka dëshmuar nga brenda se si funksion, pra është një sond që është futur mu palcën e sistemit dhe të tregon ty sa ti sot pyetur ç'është ky, si është ky, pra ky është